Përshëndetje gjithë shikues të emisionit Andër me mua Guxon Shalin. Jam pikërisht në Gjenevë. Në Gjenevë të një shqiptar. Saktësisht janë 5 vllazni. 5 vllazni të suksesshëm në Gjenevë. Përshëndetje, si a je mirë? Si po kalon? Mirë, faleminderit. Faleminderit që na hapet hyrë, si shqiptar, si e mirëpret shqiptar. Ju lutem në vetën se shpinë juve, mirë se. Faleminderit ju takon juve, stafit juve. Herë si pikë e parë keni bërë kilometrat e tëra për të ardhur me na vizitu neve. Ne shpojmë shumë çdo rrugë që keni bërë, çdo hap që keni bërë, edhe mbi gjitha hapësinë që po na jepni neve si diasporë, këtu ku jemi me familje, me punë e me çdo aktivitet jetësor që e bëjmë. Çka e bën një shqiptar të jetë tipik shqiptar? Ta du vendin vet, ta doj vendin e vet. Ta çmoj të kaluamën në vendin e vet. Pse kemi vjedh vendin, nuk kisha më thonë për cila të vjedh vendin. E kena ndërtu vendin, jemi të ndërtu vendin. Nëse si e kemi vjedh vendin, e kemi hek ato që e ka vjedh, e kemi futi ka që nuk do me vjedh vendin. Po nëse si e vjedhin edhe këta, vend të hekim edhe këta. Është sepse unë kam qenë vetëm në moshën 13 vjeç. Grup, do thonë kemi llojin e madh, jemi në atarëshinë të nërshme akoma që i madhi Pyetet gjithë. Pyetet, merr vendime, neve japim edhe ne kritik aty këtu. Ai pe moj kalkuletën. Je falëndërues në jetë? Baba, pas më shumë kisha kërku falje për çdo sa. Jeta pa babaj? Ku po kishe qef, ku po patjetër po kërkoj që dikon me pas, në ëndër nuk po dhe ke kurrë. Ta cilin për e dënë. Kishte një sejtër vesh, ta cilin për e dënë edhe i ra shuplaka i sirvi. Babaj? Pa, i ra shuplaka në traktor. Prandaj edhe për thëmë si mesazh që mos të harrojmë të kalumen, mesazh i fortë, ju shalut krejt shqiptarëve të mi që mos të harrojmë të kalumen.